Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka reaguar në lidhje me procesin e votimit në Junik. Haradinaj tha se nga të dhënat nga shtabi në Junik, tregojnë se shumë persona po marrin pjesë në procesin e votimit në Junik pa qenë banor të kësaj komune. Kujtojmë se një veprim i tillë përbën shkelje të ligjit dhe çdo rast i tillë do t'i përcillet institucioneve përkatëse përfshirë prokurorin për hetim dhe veprim, ku do të bëjmë padi për secilin person veç e veç. Ftojmë të gjithë qytetarët që të respektojnë rregullat dhe të kontribuojnë në një proces zgjedhor të drejtë, transparent dhe në përputhje me ligjin. Në vijim, postimi i tij plot. Të dhënat tona nga shtabi në Junik tregojnë se shumë persona po marrin pjesë në procesin e votimit në Junik pa qenë banor të kësaj komune. Kujtojmë se një veprim i tillë përbën shkelje të ligjit dhe çdo rast i tillë do t'i përcillet institucioneve përkatëse përfshirë prokurorin për hetim dhe veprim, ku do të bëjmë padi për secilin person veç e veç. Ftojmë të gjithë qytetarët që të respektojnë rregullat dhe kontribuojnë në një proces zgjedhor të drejtë, transparent dhe në përputhje me ligjin, ka shkruar Haradinaj në këtë reagim. 2 persona në Korrish të Prizrenit janë shoqëruar në polici. Lajmi për portalin RTV21 ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit Shaqir Bytyshi. Policia ka bërë të ditur se të 2 personat janë vëzhgues të zgjedhjeve dhe janë shoqëruar në stacionin policor pas një zënke verbale. Rreth orës 15:30 është raportuar për një sulm verbal që ka ndodhur në fshatin Korrish të komunës së Prizrenit në mes të 2 qytetarëve vendas, të cilët janë njëkohësisht vëzhgues të zgjedhjeve. Pas marrjes së informatës, policia ka ndërmarrë veprimet e nevojshme dhe të 2 personat janë ftuar në stacionin policor për intervistim. Nga deklarimet e dhëna nga palët e përfshira edhe në konsultim me prokurorin, është konstatuar se incidenti nuk ka qenë ndërlikuar me procesin zgjedhor. Ka thënë Bytyshi, ajtuti ka bërë të ditur se lidhur me rastin është njoftuar prokurori kujdestar i cili do të vendosë për procedura të mëtejshme në përputhje me kompetencat ligjore. Ndryshe në Kosovë janë mbajtur zgjedhjet e balotazhit për 18 komuna. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka reaguar në lidhje me procesin e votimit në Junik. Haradinaj tha se nga të dhënat nga shtabi në Junik, tregojnë se shumë persona po marrin pjesë në procesin e votimit në Junik pa qenë banor të kësaj komune. Kujtojmë se një veprim i tillë përbën shkelje të ligjit dhe çdo rast i tillë do t'i përcillet institucioneve përkatëse përfshirë prokurorin për hetim dhe veprim, ku do të bëjmë padi për secilin person veç e veç. Ftojmë të gjithë qytetarët që të respektojnë rregullat dhe të kontribuojnë në një proces zgjedhor të drejtë, transparent dhe në përputhje me ligjin. Në vijim, postimi i tij plot. Të dhënat tona nga shtabi në Junik tregojnë se shumë persona po marrin pjesë në procesin e votimit në Junik pa qenë banor të kësaj komune. Kujtojmë se një veprim i tillë përbën shkelje të ligjit dhe çdo rast i tillë do t'i përcillet institucioneve përkatëse përfshirë prokurorin për hetim dhe veprim, ku do të bëjmë padi për secilin person veç e veç. Ftojmë të gjithë qytetarët që të respektojnë rregullat dhe kontribuojnë në një proces zgjedhor të drejtë, transparent dhe në përputhje me ligjin, ka shkruar Haradinaj në këtë reagim.